Territori shqiptar për datën 11 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të sjellë diell në të gjitha zonat, ndërsa pasditja pritet të sjellë vranësira të pakta lokale në lindje dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 9 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 3 deri në 8 metra për sekond, ndërsa në bregdet deri në 12 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 dhjetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:49 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 3 deri në 14 gradë Celsius. Kukës -2 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi 0 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 4 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 2 deri në 13 gradë Celsius. Bera 3 deri në 12 gradë Celsius. Korç -1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 7 deri në 14 gradë Celsius.